unë do të përbalem qartë në mbrojtje të këtij akti, në mbrojtje të këtij dekreti, i cili është detyrim. Në fund i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që ta trajtoj çdo çështje që ka të bëjë me që mund të paraqitet edhe në të ardhmen rreth kësaj teme me urgjencë, duke e ditur se sa të rëndësishme janë qartësitë kushtetuese, duke mos lejuar asesi që qëllimet për zvarritje të dominojnë mbi interesin e Republikës së Kosovës dhe në asnjë moment mos lejojnë asnjë presion i cili do të mund ta ndryshonte interpretimin vetëm në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si presidente e Republikës së Kosovës në asnjë moment, sikurse edhe në të kaluarën, as nuk kam ndërhyrë, as nuk do të ndërhyj dhe do ta mbroj çdo institucion të pavarur nga ndërhyrje që mund të tentohen për të ndryshuar një vendim që interpreton Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, siç e thash, edhe nëse dikush e dërgon këtë dekret në gjykatën kushtetuese, unë do të përballem qartë në mbrojtje të këtij akti, në mbrojtje të këtij dekreti, i cili është detyrim. Mos nxjerrja e këtij dekreti mua do të më vendoste në shkelje të qartë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe këtë nuk e kam ndërmend ta bëj.